أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد Me të vërtet gjithë falënderimet dhe lavdrimet I përkasin Allahut, Zotit të botrave, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut të na mbrojë nga të këqijat e veteve dhe punëve tona. Atë që Allahu xhel xhelalu udhëzon në rrugën e drejtë, s'ka kush ta humb, ndërsa ai që zgjedh humbjen për të nuk gjen udhëzues. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar që meriton të adhurohet me të drejtë vetëm Allahu një I vetëm dhe I pashok. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij. Allahu xhel xhelaluhu na drejtohet ne muslimanëve në një ajet Kur'an ku thotë: "O ju që keni besuar Allahun, keni frikë Allahun me një frikë të sinqertë, siç I ka hije madhërisë Allahu subhanahu wa taala dhe vdekja mos ju zëj vetëm se duke qenë besimtar musliman." Gjithashtu thotë Allahu në një thirrje për gjithë njerëzit: "O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj, I cili krijoi për një vetjeje, e prej asaj vetjeje krijoi bashkëshorten e tij. E për këtij çifti Allahu krijoi shumë burra edhe gra, keni frikë Allahun me emrin e të cilit përbetoheni, mbani lidhjet farefisnore mesin tuaj, me të vërtetë Allahu është mbikëqyrës mbi ju." Gjithashtu thot Allahu në një ajet tjetër Kur'an: "O ju që keni besuar Allahun, keni frikë Allahun dhe thoni fjalë të drejta. Allahu ua përmirëson gjendjen tuaj dhe ua fal gabimet e juaja. E kush I bindet Allahut dhe pason Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me të vërtetë ky njeri ka arrit një sukses të madh. S'ka dyshim se fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani famlar. Udhëzimi dhe rruga më e drejtë është rruga Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shtojësat në fenë e Allahut, çdo shtojës është risi, çdo risi është humbje, dhe çdo humbje ka vendin zjarr xhehenemit. Elusim Allahut na ruaj ne prindrit tonë, fëmijët tonë dhe gjithë muslimanët dhe muslimanet për zjarrin e xhehenemit. Falënderimi I takon Allahu xhel xhelaluhu për mirësitë e Tij të panumëruara. Me të vërtetë Allahu xhel xhelaluhu kur ja don të mirën robit të Tij, ja mundson ja zgjat jetën që të arrijë sezone, shpërblimesh dhe vepra të hajrit. Me të vërtetë këto ditë kalojmë një muaj të shenjtë që Allahu xhel xhelaluhu e ka shëntruar në librin e Tij. Elhamdulillah, falënderimi takon Allahut për mirësinë e kësaj feje madhështore, feje që burimi I ka nga Allahu subhanahu wa taala, edhe ka qenë historia e saj nga Ademi alayhis salam deri tek profeti I fundit vula e pejgamberëve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe derisa ta trashëgoi Allahu xhel xhelaluhu tokën dhe ato që është sipër saj. Allahu xhel xhelaluhu regjistron në librin e Tij në Kur'anin famlar për historinë e këtij muajve të shenjtë. Allahu thotë në Kur'an: "Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal-ard minha 4 hurum." Me të vërtetë numri muajve në librin e Allahut është 12. Qish ku ka kriju Allahu xhel xhelaluhu qiellin dhe tokën ka vendosur këtë ligj në librin e Tij. Minha 4 hurum. Nga këto 12 muaj, 4 prej tyre janë më të përzgjedhurit. Edhe I ka shenjtëruar Allahu subhanahu wa taala, I ka bërë muaj të shenjtë. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Thot Allahu xhel xhelaluhu, mos u bëni padrejti dhe zullum veteve tuaja, sidomos në këto muaj. Sidomos
dhe specifikisht në këto muaj, sepse padrejtia është ndaluar nga Allahu xhel xelaluhu, por këtë thot Allahu në një hadith kutsi, ja ibadi, o robrit e mi, unë ja kam ndalu zullumin vetes dhe kam bërë zullumin të ndaluar mesin tuaj, fele të dhalemu, prandaj mos bëni zullume. Edhe Allahu xhel xelaluhu këto muaj shenjtë e ka theksu, fele të dhlimu fihin në enfusikum, mos i bëni zullum veteve tuaj në këto muaj shenjtë. Dhalike dinul qayyim, kjo është feja e drejtë. Prandaj vëllai i dashur, i krenar se ti je pasuesi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i vulës pejgamberëve më të mirë, edhe pasuesi gjithë pejgamberëve të Allahu xhel xelaluhu nga Ademi alayhis salam, edhe të ka nderuar Allahu me këtë Kur'an, që është mrekullia e përhershme që ja dhuroi Allahu xhel xelaluhu profetit më të përzgjedhur. Nëse pejgamberët e Allahu xhel xelaluhu patën mrekulli por kohën që jetuan, mrekulloja profeti sallallahu alaihi wasallam nuk shterët derisa të bëhet kiameti në këtë dunja. Prandaj elhamdulillah që të ka bërë Allahu xhel xelaluhu prej pasuesve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për atyre që në mesin e tyre kanë këtë libër, librin më të dashur, librin më përmbledhës të gjithë revelatave hinore. Edhe në këtë libër Allahu xhel xelaluhu ka vendosur ligje, dispozita për të mirën e muslimanëve dhe të njerëzimit, nëse do ta pasojnë atë libër. Prandaj elhamdulillah që të ka bërë Allahu për muslimanëve dhe na bëft Allahu xhel xelaluhu për atyre që jetën tonë e lidhi me këtë libër, me librin e Allahu xhel xelaluhu. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith, atë që e preokupon e angazhon Kur'ani, merret me librin e Allahut, duke e lexuar, duke e përsërit, duke medituar ta, duke vëmësuar ato të tjerëve, Allahu xhel xelaluhu do t'i japë atij personi, atij muslimani apo asaj muslimanieje, më mirë se sa çdo t'u jap atyre që bëjnë dua dhe lipin prej Allahut. Normal, jemi njerëz, kemi hallë dhe brenga, edhe kur muslimani ka hallë dhe brenga, i ngren duart nga Allahu subhanahu wa taala me lip. Kurse muslimani i kapur për Kur'anit, librit Allahu xhel xelaluhu, vetëm angazhimi i tij me librin e Allahu xhel xelaluhu do t'i japë Allahu atij më shumë se sa që i jep atyre që lipin, i bëjnë dua Allahut. Pra, na ka orientuar Allahu xhel xelaluhu për më të mirën. Por këtë thot Allahu në Kur'an, në librin e tij madhështor, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon për tek më e mira. Wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Edhe i përgëzon besimtarët që bëjnë punë të mira. Me të vërtetë për ata ka shpërblime të mëdha. Prandaj kjo është përgëzimi jon. Kjo është libri që është dëshmi për ti në jetën e kësaj dunjaje, nëse e ke vlerësuar dhe i ke kushtuar kohë, edhe do të jetë mbrojtje dhe shefat për ti ditën kur dalim për Allah subhanahu wa taala. Nuk të lën libri i Allahut nëse ti nuk e lën. Nëse kapësh për librin e Allahut xhel xelaluhu, do të shikosh mirësitë e këtij libri madhështor në dynja edhe në ahiret. Jo vetëm ti personalisht, si besimtarë dhe si besimtare, po dhe prindrit e tuaj, që na ka nderuar Allahu xhel xelaluhu me këtë fe, edhe i ka vendosur respektin e prindërve direkt mas adhurimit të Allahu xhel xelaluhu. Ai që mëson Kur'anin, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, këtë dynja dhe punon me të, prindërve do t'u mundsoj Allahu t'i kurorzoj me një kuror që një gur për gurëve kësaj kurore ka më shumë vlerë se sa dynjaja me thesare dhe çfarë posedon. Kjo një dhuratë për hafizin e Kur'anit, për ato që i kushton kohë librit Allahu xhel xelaluhu dhe nderohen prindrit për këtë fëmijë. Prandaj na bëft Allahu ne fëmijë halal për prindrit ton dhe i bëft Allahu xhel xelaluhu fëmijët ton për ne halala, që të na nderojnë Allahu me nderimet. Premtimet e Allahu xhel xelaluhu janë realitete dhe të vërteta. Wa man ahsanu min Allahi haditha, nuk ka më thoni e drejtë se sa fjalët e Allahu xhel xelaluhu. Prandaj ku jemi ne? Problemi është ke vetet tona, ke qëndrimet tona, ke kapja e jon për librit Allahu xhel xelaluhu dhe për sinet e profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse gjitha premtimet janë garantuara tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ne bëft Allahu xhel xelaluhu për atyre që i interesohen. Edhe ne jemi në muajin e shenjtë, sikur e përmendëm. Allahu xhel xelaluhu i ka shëntruar këto muaj. Edhe kjo është muaj që u paraprin 3 muajve. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të tij ku i shpjegon ajetin e Kuranit, as-sanatu 12 shahran. Me të vërtetë muaji viti ka 12 muaj. 3 prej tyre janë të njëpasnjëshëm, Dhulqa'de, Dhulhijje, Muharram.
wa Rajabul Mudar alladhi baina Jumada wa Sha'ban. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, viti ka 12 muaj. 4 prej tyre janë të shenjtë, 3 janë të një pas njëjshëm, Dhulqa'de, Dhulhijja, Muharram, 3 muajt e shenjtë, edhe Rajabi, muaji Rajab që ne ka zgjat Allahu jetën ta jetojmë këtë muaj, i cili është mes muajit Jumada al-Akhira dhe Sha'banit. Prandaj është mirësi që Allah ta zgjat jetën me arrit këto muaj dhe këto oferta dhe okazione të hajrit. Po këtë një prej selefëve të hershëm, Allahu i mëshiroft, pejgamberët Allahu xhël xhelal, sahabët dhe gjeneratat më të mira të njerëzimit, tabiinët dhe tabiinët, lutë Allahu xhël xhelal na bëj prej pasuesve të tirë në rrugën dhe menhexhin e drejtë. Thot Ebu Bekr el-Warraq el-Bakhi rahimahullah, me të vërtet muaj i Rejabit që ne jetojmë konsiderohet si muaj i mbjelljeve. Muaj i Shabanit që vjen pas këtij muaji konsiderohet muaj që vaditën mbjellje, çfarë ke mbjell. Kurse muaj i Ramazanit që pritet si muaj i tretë është muaj i korrjes. Çfarë ke bë, çfarë ke përgatit, çfarë ke mbjell, çfarë ke vadit, çfarë ke rrit, edhe çfarë do të korrish. Prandaj ta shfrytëzojmë. Të përgatitemi këtë muaj. Përgatitemi këtë muaj për me e prit muajin më madhështor. Muajin e Kur'anit, muajin që Allahu xhël xhelaluhu me këtë Kur'an i dhuroi profetin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me këtë Kur'an thot profeti sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yarfa'u bi hadha al-kitab aqwama wa yadh'u biha akharin. Me vërtet Allahu me këtë libër ngren popuj, gjenerata, edhe ulën dhe nënçmon popuj. Kush e jep hakun librit Allahu xhël xhelaluhu e ngren atë popull. Si ku ngriti sahabët, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, ato që spatën vlerë tek njerëzit në kohën para Islamit, me zbritjen e Kur'anit, u bën më shquarit, më të nderuarit, më me post, edhe tek Allahu subhanahu wa taala dhe në këtë dynja. Prandaj ky Kur'an ka ardhur me na ndriçu jetën e kësaj dynjaje, edhe me na ndërmjetësu tek Allahu xhel xhelaluhu. E lutim Allahu xhel xhelaluhu na bëj për atë që kapën për këtij Kur'anit. Prandaj muaji i Shabanit është muaji i Rejabit, është për muajve shenjtë. Edhe Allahu na ka përmend këtë që mos u bëjmë zullum veteve tona. Prandaj kërkohet për muslimanit që ta bëjë një program në jetën e tij. Si ku i bëjmë programet për bizneset tona, për planet tona familjare, programi më i mirë është me bë me Allahu subhanahu wa taala. Me dinin e Allah subhanahu wa taala, me librin e Allah subhanahu wa taala. Se kjo është potimtari këtë dunja, sa do planet planifikojsh në këtë dunja, vallahi me gjithë stolit e saj do vi një moment që të mbyllë dhe zhduket. Planet që bën me Allahun xhel xhelalu kur nuk kanë dështuar. Edhe plani më i mirë dhe fillimi më i mirë që fillon muslimani është Allahut me i kërku tobe istighfar, me i kërku falje, edhe me i kërku pendim prej Allahut subhanahu wa taala. Sepse kur muslimani i kërkon falje Allahu xhel xhelalu dhe pendohet tek Allahu xhel xhelalu, çlirohet shpirti i tij për gjinaheve dhe mëkateve, për barrave të rënda që bëjmë gjinahe mëkate ditën dhe natën. Edhe lecohet dhe pastrohet që të ecë përpara për të kënaqësia e Allahu xhel xhelalu. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam, më i dashuri i Allahut, u thoshte sahabëve: pendohuni tek Allahu. Pasha atë që shpirti im është në dorën e tij, unë pendohem tek Allahu më shumë se 70 herë në ditë, në një transmetim tjetër më shumë se sa 100 herë. Kush i dërguar i Allahut? Njeriu më i dashur i Allahut. Ai që do të ketë gradën më të lartë në ahiret. Ai që do të ketë pozitën më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, kjo ka qenë gjendja e tij. Po ne sa nevojtar jemi ne për këtë. Prandaj ta shtojmë istighfarin, kërkimin falje Allahu xhel xhelalu, sepse me të vërtet ai na e pastron zemrat. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, me të vërtet zemra ndrishket, sikur ndrishket hekuri në këtë dynja. Është diçka, një fakt që e përjetojmë. Edhe e ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam krahasimin. Edhe i than: o i dërguari i Allahut, kush është ilaçi i zemrës kur na ndrishken zemrat, na tkurren zemrat, na shpërstohen zemrat, nuk janë zemrat tona të ndjeshme. E ngjim hakun është momentale. Sa të largohemi thon: çfarë tha hoxha? Çfarë tha vllau që na këshilloi? Direkt shpejt harrojmë. Pse? Jo se s'kemi ndëgju, kemi ndëgju, mirë po nuk depërton zemra për shkak të gjinaheve.
Edhe I thanë I dërguari I Allahut, kur zemrat tona ndrishken, kush është ilaçi, kush është pastruesi I zemrave tona? Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, tilawatil Quran, leximi I librit të Allahut, wa dhikrul maut, dhe përkujtimi I vdekjes. Këto janë di ilaçe, nëse ne muslimanët kapemi për këtyre di ilaçeve, për librit të Allahut subhanahu wa taala dhe përkujtojmë vdekjen, vallahi ka harmoni, ka bashkëpunim për hajër, ka tolerancë mes vëllezërve, ka mbulim të metash dhe gjinash të këtë jemi njerëz. Pse? Me arrit qëllimin më të lartë tek Allahu subhanahu wa taala, tilawatil Quran, leximi I Kuranit. Prandaj, na bëft Allahu xhel xhelalu që të kërkojmë falje tek Allahu subhanahu wa taala sa më shpesh. Sa më shumë, edhe t'i japim rëndësi librit Allahu xhel xhelalu në këtë muaj, që t'i përgatisim vetet tona për muajin e zbritit të muajit librit madhëruar. Allahu xhel xhelalu thot në Kur'an: Innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu s-salah. Me të vërtetë ato që e lexojnë librin e Allahut, wa aqamu s-salah, dhe falin namazin, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dhe shpenzojnë prej asaj që ju kam dhuru, thot Allahu. O ti që të ka dhuru Allahu me mirësi kësaj dynjaje, gjithmonë thuaj, është prej Allahut. Janë prej Allahut të mirësi. Edhe mos na bëj Allahu për atyre që thonë, me shenja, fshin djeshtë që jam lodh për këtë. Aso mos na bëj për atyre që thot unë, me përngjasu me iblisin. Mallkimi Allahu qoftë mbi ta. Jo, dedikoja mirësitë Allahu subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Pra shpenzojnë për asaj që I kanë furnizuar Allahu, haptas dhe fshehtas, yarjuna tijaratan lan tabur. Ato shpresojnë një tregti me Allahun. Ato që e lexojnë Kur'anin, ato që e falin namazin, ato që japin për asaj që Allahu ju ka dhuru, bën një kontratë, një tregti me Allahun xhel xhelalu, dhe kjo tregti kur nuk ka dështim. Kur nuk ka dështuar kjo tregti. Prandaj na bëft Allahu xhel xhelalu për atyre që kapën për kësaj marrëveshje dhe tregtie me Allahu xhel xhelalu. Yarjuna tijaratan lan tabur, shpresojnë një tregti që nuk kanë dështuar të. Li yajzihum, me shpërbli Allahu. Kush me të marrë shpërblim, përsi për shpërblimi Allahu. Li yajzihum, me shpërbli Allahu këto robër. Prandaj na bëft Allahu për atyre që kapën për librit Allahut, sepse me të vërtet aty është lumturia e besimtarëve dhe qetësia e zemrave të tyre. Allahu xhel xhelalu këtij libri I ka dhënë vlera. Edhe na ka porositur se si duhet më usjell muslimani me këtë libër. Gjithë në kategori dhe grada që janë. Po kush kapet për librit Allahu xhel xhelalu, kur nuk dështon. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith, ai që e lexon librin e Allahut rrjedhshëm, me lehtësi ja ka lexuar Allahu, gjuha e tij është e lehtë, e lexon rregullisht, do të jetë me melajket e nderuar tek Allahu. Allahu na bëf për atyre që e lexojmë librin e Allahut rrjedhshëm, edhe meditojmë në të dhe e praktikojmë në jetën e tonë. Kush ai musliman që mundohet ta lexojë librin e Allahut pa hasën vështirësi, jetë ta afi, thot profeti, edhe fjalën që I ka përmend me jetë ta. Pra ka vështirësi gjatë leximit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam ejran, ai ka dishpërblime, ai që përpiqet. Pra vështirësi ka, ose na I bab I vjetër në mosh, I ka hik rinia që ka pas mundësi me memorizu, mirë po nuk është dëshpëruar, nuk ka heq dorë për librin e Allahut, përpiqet në të. E gjuha e vështire, s'mundem, po përpiqet në të, I ka dishpërblime, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra ai që është mjeshtër në leximin e librit të Allahut xhel xhelalu do të jetë me çfarë? Me melajket e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nder për ti që ta ka mësuar Allahu leximin e librit të Allahut. E ti që akoma nuk ke mësuar leximin e librit të Allahut xhel xhelalu, e ke shansin e hapur, I ke mundësitë e mundshme, vetëm planifiko, vetëm kushtoj pak kohë librit të Allahut. Edhe çdo përpjekje që bën ti, I ke dishpërblime derisa të arrish gradën e atyre që u lecohet leximi edhe gradohesh në gradë më të lartë. Prandaj na bëft Allahu xhel xhelalu për atyre që I japin dhe përpiqen ke libri Allahu xhel xhelaluhu. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush lexon një shkronjë për librit të Allahut, ai ka 10 shpërblime. Edhe nuk thom elif lam mim harf, pra nuk thom, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, që elif lam mim harf, këto tre shkronja të bashkuara janë një shkronjë, po elifun harf, lamun harf, mimun harf. Po çdo shkronjë që lexon për librin e Allahut xhel xhelalu I ka 10 shpërblime.
garantuara prej profetit sallallahu alaihi wasallam, me lexu një faqe në ditë o robi Allahut për librit Allahut xhelel xhelalu, thuaj 400 shkronja, 500 shkronja sa i ka një faqe, herë 10 5000. Kushtoja subhanallahu 10 minuta librit Allahut. Çfarë të kushton? 8 orë të ja kushtu punës ke pronari që punon. Apo nëse je pronar menaxhimit punëve 8 orë, 9 orë apo më shumë, po nga 8 orë s'mundi dash 8 minuta për Allahun apo 10 minuta? Mundesh. Po programoj jetën tënde me librin e Allahut. Lidhe jetën tënde me librin e Allahut xhelel xhelalu. Do t'ja shikosh hajrin edhe në zemrën tënde, edhe në dynja, edhe në punët tuaja, edhe në ahiret. Edhe ajo është më madhështoria të shpëton Allahu xhelel xhelalu në ahiret. Prandaj na bëft Allahu xhelel xhelalu për atyre që i kushtojnë vëmendje dhe kohë librit të Allahut subhanahu wa taala. Një prej pikave që mund të angazhohet muslimani këtë muaj, të përgatitet është kushtimi kohë librit të Allahut subhanahu wa taala. Një prej adhurimeve tjera që mund të përgatitet muslimani është përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut sa më shumë. Allahu xhelel xhelalu thot wadh-dhakirin Allah kathira wadh-dhakirat. Ato që e përmendin Allahun xhelel xhelalu shumë dhe përmendeset e Allahut shumë, po hin gjithë muslimanë dhe muslimanet në këto. Edhe Allahu ku e ka përmend wadhkurullah dhikran kathira, përmend Allahu një përmendje të shpeshtë dhe të shumtë. Përmendja Allahu xhelel xhelalu, sikur thot Muadhi, nuk di ndonjë vepër që më shumë t'i çpton nga zjarri i xhenemit se sa përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut nuk di, thot Muadhi, Allahu që të kënaqë, në vepër që më shumë t'i çpton nga dënimi i Allahut se sa përmendja e Allahut. Përmendja e Allahut, vllai i nderuar, nuk të kushton prej teje kohë, apo të ulesh apo të ndahesh. Mundet makinë, kur zgjohesh, mundohet të bësh dhikrin që na ka porositur profeti sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës. Kur veshesh, kur heq rrobat, kur del pe shtëpi, kur hip në makinë, kur fillon punën, gjitha këto janë përmendjet e Allahut xhelel xhelalu, lutje dhe dua që na ka porositur profeti sallallahu alaihi wasallam, po dhe ke edhe shpërblime. Edhe nuk kushton kohë. Vjen një person në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "O i dërguari i Allahut, me të vërtet sheriati i Islamit, dispozitat e Islamit janë bërë të vështira, unë jam plak. Unë jam i vjetër tash. Tregon për një vepër që unë të mbahem prej çasaj vepre, pa të përpiqem." I thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "La yazalu lisanuk", vazhdon e gjuha jote të jetë e lagur prej përmendjes Allahut xhelel xhelaluhu. Ku do të jesh? Nëse ti e përmend Allahun subhanahu wa taala, je i fituar. Vetën tonë e ruan. Nëse angazhohesh me përmendjen e Allahut xhelel xhelalu, largohesh nga thashethemet, përgojimet, kështu filania, ç'i duhet më vëlla subhanallah. Po çdo fjalë që nuk të angazhon me librin e Allahut, po angazhon me diçka tjetër, ke përdhon llogari. Por këtë thohet në një hadith që me të vërtetë kjo dunja është e mallkuar. Përveç 3 gjërave nuk ka mallkim ta. Çfarë të lidhen me librin e Allahut, me përmendjen e Allahut dhe me xhliset e hajrit. Çdo gjë të angazhim. Kë nuk do të thotë që mos punojmë dunja, duhet me punu, se ka vendosur Allahu xhelel xhelalu punën këtë dunja, punën e lejuar halal, më për prap lidhur për këtyne 3 gjërave që mos të biesh në shkelje. Prandaj na bëft Allahu xhelel xhelalu për atyre që e përmendin Allahun subhanahu wa taala, shumë kjo ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur rriteni në mezhlis me sahabët, thon sahabët, e kemi pas numëruar profetin sallallahu alaihi wasallam mbi 100 herë në mezhlis: Rabbi ighfirli wa tub alayhi innaka antat tawwabur rahim. Allah, falë mu dhe prano ma pendimin, ti je falës dhe mëshirues. Duke nejt mezhlis. Mezhliset tona vetëm qeshim, Allahu na fal. Bëjmë pak e përmendim Allahun. Prandaj na mundsoft Allahu xhelel xhelaluhu për atyre që e përmendim Allahun xhelel xhelaluhu shpesh, sepse atje është hajri dhe mirësia. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum. E thon fjalën time ju bëndjoni, kërkoj falë Allahut për mua dhe për ju, kërkoni falë Allahut se Allahu është falës dhe mëshirues i madh.